Që nga sot ferizajasit kanë mundësi të njoftojnë me vlerën e tokës që posedojnë. Për këtë në sallën e kuvendit komunal është hapur një ekspozitë në të cilën qytetarët do të kenë mundësi të kuptojnë më shumë detaje nga vlera e tokës së tyre. Shkëlzen Morina, drejtori i departamentit të tatimit në Pronë në kuadër të Ministrisë së Financave, tha se ky projekt ka për qëllim të llogarisë vlerën e tokave, në mënyrë që të dihet se sa duhet të tatimohet ajo tokë. Sipas Morinës, me ligjin e ri, tokat bujqësore që kultivohen nuk do të tatimohen. Çdo qytetar që është interesuar dhe e shef të arsyeshme mund të vijë në ekspozitë ta shikoj dhe të bëj sugjerime për vlerën e tokës së vet dhe për vlerësimin që është bërë dhe mund të jap komente për ndonjë ndryshim të mundshëm, por që se e shef të arsyeshme. Në bashkëpunim me Agjencioni Suedez, ekspertat suedez dhe vendorë kanë bërë këtë vlerësim. Edhe një herë po e ceki se vësimi është preliminar dhe brenda një muaji sa do të qëndrojë ekspozita e hapur, të gjithë qytetarët e komunës së Frizajt e kanë këtë mundësi të bëjnë ndryshime në pronën e vet dhe të shikojnë zonat e vlerësimit se janë në harmoni me atë që qytetarët kanë dëshirë ta kenë. Në Republikën e Kosovës mbas luftës është projekti i parë që është bërë dhe ku çdo parcelë është vënë vlerësimi. Vlerësimi bëhet në vlerësim me masë dhe ka qëllim çështjen tatimore. Gjithashtu më lejoni të theksoj që në ligjin e ri të gjitha tokat bujqësore që kultivohen nuk tatimohen. Ndërsa drejtoresha e financave në komunën e Ferizajt Lirie Sylja tha se tatimimi i tokave do të rrisë buxhetin e komunës. Tatimi i më parë ka qenë vetëm i objekteve, ndërsa tashti do të bëhet edhe tatimi i tokave në komunën e Ferizajt dhe do t'i shtohet gjithashtu edhe buxhetit të komunave dhe një vlerë më madhe apo një shumë e buxhetit, cilat gjitha këto të ardhurat të cilat do të realizohen nga tatimi në Pronë dhe i tokave do të jetë në dobi të vetë qytetarëve, sepse ato do të kthehen në të mira materiale duke ofruar infrastrukturë më të qëndrueshme dhe duke bërë investime kapitale. Edhe përfaqësues të qeverisë suedeze thanë se do të mundohen të jenë pranë taksapaguesve për të ofruar informata rreth vlerës së tokave të tyre. Nga viti 2014, kur e kemi nënshkruar marrëveshjen, janë ekspertët suedez të cilët janë duke qëndruar mbi 3 vite në Kosovë. Dhe për tërë territorin e Kosovës u ka ndihmuar stafet lokal në ardhjen përfundimtare të vlerësimeve preliminare të tokave që janë bërë në komuna. Dhe qëllimi kryesor është edukimi i tatim-paguesve në komunë dhe së bashku me Ministrinë e Financave do të mundohemi të qëndrojmë sa më afër atyre që çdo tatim-pagues të bëjë vërejtjet dhe sugjerimet e tyre në lidhje me çështjet e veta. Ligji i ri i tatimit në Pronë do të hyjë në fuqi nga viti 2019. Kjo ekspozitë që ka për qëllim të njoftojë qytetarët me vlerën e tokës që kanë do të qëndrojë hapur një muaj.